Nisma nuk ka marrëveshje me askund deri më sot. Nesër I keni sigurisht mund të kenë zhvillime. Kosovën e presin shumë sfida të mëdha, në gjitha planet, edhe në politik, edhe ekonomik. Më shumë se kur Kosova ka nevojë për një ecje të fuqishme ekonomike, më shumë se kur ka nevojë për një dinamizim të politikës së jashtme, të partneritetit me miqt, të bashkëpunimit me miqt. Ne më kthy Kosova, jo një tabelë qitje, po më kthy Kosova me argumentet e saj fuqishëm, me marrë tempon e iniciativën e argumentet të veta, plasimin aty në argumenteve atje ku duhet, dhe kështu një dinamizim I ri, dhe ne do të japim kontributin tonë. Ne presim që qeveria institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Ne do të luajmë rolin tonë në krijimin e këtyre institucioneve, pra sa neve na takon të kërkohen nga ne. Edhe të përfundon detyra jone kushtetuese. Kështu që pak a shumë këtu jemi. A do votoni për Nisma me vendosjen? Nisma nuk ka marrëveshje me askund deri më sot. Dhe Nisma është e gatshme dhe do të punë fort që Kosova të fitojë institucionet. Kosova mos shkojnë në krizë parlamentare, pa e që me thonë deri me tani ne nuk kemi asnjë marrëveshje me asnjë grupacion politik. A do ta votoni? Çka do të ndodhin, do të shohim nesër dhe tjetër. Dhe nga nesër fillojnë ky procesi. Ai keni shtyr përgjigje Haradinajt në shkretë. Nesër I keni sigurisht mund të kenë zhvillime. Haradinaj pasi ndihet I trahtuar nga ju. E ka quajtur të turpë. Nuk e di çka ka ndodhur. Na nuk kemi pa, unë s'kam pranuar. Ai paraditë deklaroi se ju ka dërguar një shkresë, Shpresë nuk keni komunikuar Unë asaj nuk kam, periudhe. si më thanë kështu, dëgjoni. Unë nuk kam asnjë shkresë nga askund, unë nuk kam pa në takim, në dakordim në kund që dikush mos më taku. Nëse ju keni pa në takim, nëse keni pa në diku në marrëveshje, nëse keni pa në grupim, e ju një gazetar. Edhe nëse ka munguar unë, atëherë keni të drejtë me thonë, nuk di që ka pas një takim. A jeni për qeveritë të opozitës apo qeveritë të Unë do vendosjes? zërë me tani, ne nuk kemi asnjë marrëveshje politike me askënd dhe natyrisht kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ulë me bisedu që Kosova më dhe me A jeni në